E nderuar kryetare e Kuvendit dhe ushtruese e detyrës së presidentes, të nderuar ministre Rizvanolli, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar media, të dashur qytetarë. Kërkesa e PDK-s për seancë të jashtëzakonshme ndërtohet mbi pretendimin se njësoret nuk maten sakt. Se faturimi është i manipuluar dhe se ekziston përfitimi i organizuar në dëm të qytetarëve, duke kërkuar përgjegjësi institucionale. Megjithatë, këtu kemi të bëjmë me një çështje që kërkon ndarje të qartë mes matjes, tarifimit dhe strukturës së tregut. Sistemi i energjisë në Kosovë funksionon mbi parimin e të hyrave të lejuara maksimale, që do të thotë se operatorët nuk mund të gjenerojnë të ardhura përtej kufive të përcaktuar nga ZRE. Kjo strukturë mbyllur regulatore kufizon fitimin dhe e lidh atë drejt për drejt me kostot reale të sistemit, prandaj ideja e përfitimit të pakufizuar përmes manipulimit të faturave mbie ndesh me vetë strukturën ligjore të sektorit të energjisë. Çështja që po ngritet me kërkesën e PDK-s lidhet me sinkronizimin kohor të njësorëve elektronik dhe jo me saktësinë e matjes së energjisë në kilowatt-orë. Sipas legjislacionit metrologjik, një njësor konsiderohet i saktë nëse qëndron brenda kufive të gabimit të lejuar për matjen, ndërsa devijimi i kohës ndikon vetëm në ndarjen e konsumit në tarifa të ndryshme, duke zhvendosur problemin nga matja në faturim. Agjencia e Metrologjisë së Kosovës është institucioni vetëm kompetent për verifikimin e saktësisë së njësorëve elektrik në bazë të ligjit për metrologjin, prandaj çdo pretendim për pasaktësi në matje duhet të trajtohet në këtë kuadër. AMK realizon verifikim periodik dhe verifikim të jashtëzakonshëm, përfshirë edhe rastet kur qytetarët paraqesin ankesa, prandaj ekziston mekanizëm i drejt për drejt institucional për kontroll dhe mbrojtje të konsumatorit. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, përmes Agjencisë e Metrologjisë së Kosovës, ka mandat të qartë për verifikimin e njësorëve dhe ka mekanizma të rregullt kontrolli përmes verifikimeve periodike dhe të jashtëzakonshme. Afati 12 vjeçar i verifikimit dhe fakti që mbi 153.000 njësor janë tërhequr nga rrjeti gjatë viteve 2024-2026, tregojnë një proces aktiv të mirëmbajtjes dhe jo një sistem të lënë jashtë kontrollit. Është rëndësishme se edhe këtë vit, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka intensifikuar aktivitetet në terren përmes Komisionit Verifikues për Njësor Elektrik si përgjigje ndaj ankesave të pranuara. Gjatë verifikimeve të realizuara në laboratorin e Agjencisë së Metrologjisë, është konstatuar se nga ana e KEDS nuk është respektuar afati i vlefshmërisë së njësorëve elektrik. Në bazë të këtyre gjetjeve, Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut ka shqiptuar gjoba në vlerë prej 1.500 deri në 5.000 euro për secilin njësor me afat të skaduar të vlefshmërisë, pra deri më tani rreth 30.000 euro është shqiptuar si gjobë ndaj KEDS. Çmimi i energjisë nuk është rezultati i një elementit vetëm, aq më pak i njësorit elektrik. Rezultati është një kombinim faktorësh që përfshin importin, humbjet në rrjet, prodhimin vendor dhe mekanizmat balancues të tarifave, prandaj rritja e faturave nuk mund të reduktohet në një pretendim për manipulim teknik.